Ndarja nga jeta e ish-kryeministrit Fatos Nano ka sjellë reagime të shumta nga politika shqiptare majtas dhe djathtas brenda dhe jashtë vendit. Presidenti Bajram Begaj në një mesazh në rrjetet sociale vlerëson rolin e liderit socialist Fatos Nano përgjatë tranzicionit të vendit si dhe politikat reformiste liberale që ai ndoqi përgjatë aktivizimit në politikën shqiptare, ndërsa kryeministri Rama, teksa ka publikuar një foto të Fatos Nanos, shkruan lamtumir kryetar. Niko Peleshi, kryetari i Kuvendit, e konsideron Fatos Nanon për të majtën shqiptare si arkitekt i transformimit historik. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla vlerëson kontributin e ish-liderit Partisë Socialiste dhe thekson se Nano modernizoi Shqipërinë duke modernizuar partinë. Për deputetin Erion Braçe, Nano është njeriu që ribëri të majtën shqiptare. Nga radhët e demokratëve ka qenë Tritan Shehu i pari i cili ka reaguar përmes një mesazhi duke shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të ish-kryesocialistit. Mesazhe ngushëllimi kanë mbritur edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Kështu, kreu i BDI-s në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, shkruan se ish-kryeministri ishte një njeri me vizion dhe urtësi politike, ndërsa Ramush Haradinaj, ish-kryeministri i Kosovës, e cilëson Nanon si një kontribues kyç të çështjes shqiptare në kora krize brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë.